15 fakte surprizuese për burrat që ndoshta nuk i dinin. Më poshtë do të zbulojmë 15 fakte interesante për burrat, të cilat mund të hedhin dritë mbi botën e tyre të brendshme dhe sjelljet që i dallojnë. Disa do t'ju befasojnë, të tjerët do t'ju bëjnë të qeshni. 1. Burrat luftojnë të shprehin emocionet e tyre. Gratë shpesh ankohen se partnerët e tyre burr nuk hapen emocionalisht. Por problemi nuk është mungesa e ndjenjave, burrat ndjejnë dashuri po aq sa gratë. Ata thjesht e shprehin atë ndryshe, shpesh përmes veprimeve dhe jo fjalëve. Për gratë, të folurit për ndjenjat është një mënyrë për të lehtësuar stresin, por burrat priren të qëndrojnë të heshtur, ndoshta për shkak të pritshmërive sociale që i shtyn të jenë të fortë. Të flasësh për emocione nuk ish përblen ata psikologjikisht siç ndodh me gratë, dhe ky është një dallim thelbësor. 2. Makthet e burrave janë të mbushura me katastrofa. Kur flasim për ëndrat, burrat dhe gratë shohin makte të ndryshme. Një studim i Universitetit të Montrealit i bazuar në mbi 10.000 tregime ëndrash zbuloi se burrat tmerrohen nga katastrofat natyrore si përmbytjet, tërmetet dhe luftërat. Ndërsa gratë ndërrojnë më shpesh konflikte ndërpersonale, burrat përballen me skenar apokaliptik në gjumë. Kjo mund të pasqyrojë frikërat e tyre të thella për humbjen e kontrollit mbi botën përreth. 3. Përkulja për të mbledhur diçka është tipike për burrat. A keni vënë re se burrat përkulen për të mbledhur diçka nga toka, ndërsa gratë zakonisht ulen? Kjo sjellje kurioze mund të ketë lidhje me veshjen. Gratë, shpesh të veshura me rroba më të ngushta, ulen për të shmangur ekspozimin, ndërsa burrat me rroba më të lira përkulen pa u menduar 2 herë. Por a mund të jetë kjo edhe një shenjë se burrat, ndoshta në mënyrë të pavetëdijshme, duan të tregojnë fizikun e tyre? 4. Burrave u pëlqejnë gratë me peshë të shëndetshme. Në kundërshtim me idenë e zakonshme se burrat preferojnë gratë të dobëta si modele, studimet e Universitetit të Granadës tregojnë se burrat tërhiqen nga gratë me një peshë të shëndetshme dhe forma të plota. Trupi i dobët si skelet nuk është ideal për shumicën e burrave, ata preferojnë një pamje të shëndetshme dhe natyrale. 5. Gishtat në rrip, një gjest instinktiv. Kur një burr dëshiron të tërheqë vëmendjen e një gruaje, mund ta gjeni duke qëndruar me gishtat e mëdhenj në rrip, një pozë që tregon siguri dhe forcë. Edhe pse ky gjest mund të konsiderohet i pahishëm sot, është një reagim instinktiv që rrjedh nga natyra e tyre për të treguar dominancë dhe për të tërhequr vëmendje. 6. Komplimentet nga burrat e tjerë i gëzojnë më shumë. Çuditërisht, burrat ndihen më të vlerësuar kur marrin komplimente nga burrat e tjerë sesa nga gratë. Sipas një studimi të Universitetit të Binghamton, vetëm 30% e njerëzve falenderojnë për një kompliment, ndërsa të tjerët mund ta mohojnë atë me modesti. Por kur një burr komplimenton një burr tjetër, kjo shton ndjenjen e vetbesimit. 7. Miqësitë e burrave bazohen në interesa të përbashkëta. Ndryshe nga gratë, të cilat krijojnë miqësi bazuar në lidhje emocionale, burrat zgjedhin miq me të cilët ndajnë interesa të përbashkëta, si sporti, pokeri apo shikimi i ndeshjeve në televizor. Kjo i bën miqësitë e tyre më të fokusuara te aktivitetet sesa te bisedat emocionale. 8. Burrat mund të jenë po aq të kujdesshëm sa gratë. Ka një mit se gratë janë më të prira për të kujdesur për të tjerët, por historia tregon ndryshe. Para shekullit të 20 infermierët burra ishin të zakonshëm dhe të aftë. Sot, vetëm 4.5% e infermierëve në SHRB janë burra dhe vetëm 13% e studentëve të infermierisë janë meshkuj, por kjo tregon se stereotipi gjinor ka ndikuar më shumë se sa aftësitë e vërteta. 9. Burrat hanë më shumë kur janë me gra. Sipas një studimi të Universitetit të Cornellës, burrat hanë 93% më shumë picë dhe 86% më shumë sallatë kur janë në shoqërinë e një gruaje sesa me burra të tjerë. Kjo mund të jetë një përpjekje për të impresionuar, një tipar instinktiv që vjen nga paraardhësit tanë, të cilët tregonin forcën përmes aftësisë për të ngrënë më shumë. 10. Truri i burrave është më i madh, por kjo nuk do të thotë asgjë për inteligjencën. Truri i një burri është rreth 10% më i madh se ai i një gruaje, por kjo është vetëm për shkak të madhësisë më të madhe të trupit të tyre dhe nevojës për më shumë neurone për të kontrolluar muskuj. Interesante, burrat përdorin vetëm njërin anë të trurit kur përqendrohen, ndërsa gratë përdorin të dyja anët duke i bërë më të afta për multitasking. 11. Burrat duan komoditet me kalimin e moshës. Të rinjt mund të veshin rroba të ngushta për të ndjekur modën, por me kalimin e moshës, burrat preferojnë komoditetin. Pantallona të gjera dhe rroba të rehatshme zëvendësojnë dëshirën për të qenë në qendër të vëmendjes, duke reflektuar një ndryshim në prioritetet e tyre. 12. Koeficienti i inteligjencës ndikon në stilin e jetesës. Një studim i Institutit Karolinska në Stockholm me 50.000 burra tregoi se burrat me koeficient të inteligjencës më të ulët priren të abuzojnë më shumë me alkoolin. Megjithatë, kjo mund të lidhet edhe me probleme emocionale. Inteligjenca më e lartë shpesh çon në zgjedhje më të shëndetshme të jetesës.
13. Burrat gënjejnë dy fishin e grave. Si pas një sondazhi të 20 Century Fox në 2008, burrat gënjejnë 6 herë në ditë me kolegët, shefin ose partneren, krahasuar me 3 herë në ditë për gratë. Gënjeshtra më e zakonshme? Gjithçka është në rregull, jam mirë. Kjo tregon një tendencë për të fshehur emocionet e vërteta. 14. Burrat ecin më ngadalë kur janë me një grua që u pëlqen. Shkencëtarët kanë zbuluar se burrat ngadalsojnë hapin me 7% kur ecin pranë një gruaje që u pëlqen. Në të kundërt, kur ecin me një mik burr, ata shpejtojnë. Kjo tregon se sjellja e tyre përshtatet në bazë të shoqërisë. 15. Burrat kalojnë një vit të jetës duke vështruar gra. Një burr mesatar kalon 43 minuta në ditë duke vështruar rreth 10 gra të ndryshme, që përkthehet në 11 muaj e 11 ditë mes moshës 18 dhe 50 vjeç. Gratë, nga ana tjetër, kalojnë vetëm 6 muaj duke vështruar burra. Sipas një sondazhi të Kodak Lens Vision Centre, vendet kryesore për këto shikime janë supermarketi, bari dhe diskoteka. Përfundim. Këto fakte na tregojnë se burrat janë plot me surpriza dhe kompleksitet. Nga instinktet e tyre të lashta deri te sjelljet moderne, ata na kujtojnë se, pavarësisht dallimeve, të gjithë jemi njerëz që përpiqemi të kuptojmë njëri tjetrin. Cili fakt ju befasoi më shumë?